Se ky di aq sa na thon, atëherë ky ka një problem shumë të madh. Qartë. I cili nëse zbulohet dhe faktohet, na shkakton tërmet në disa prej niveleve. Qoftë të biznesit, mos harrojmë biznesit, qoftë dhe të politikës. Po, sigurisht. Madje sfida më e madhe e SPAK-ut dhe prokurorëve të çështjes ka qenë kur shtetet europiane sollën dosjet e Encrothe-Skyt, përgjimet. Aty dolën xhevaire të tjera për Nurettin Tumanin dhe prokurorët, paktën këtë unë kam të konfirmuar, prokurorët janë detyruar të bëjnë seanse të tjera maraton me pyetje përgjigje me Nurettin Tumanin. Unë kam një, më fal Andovina, unë kam një hipotezë tjetër dhe e hedh për diskutim. Mbas një viti, 2 vitësh do fillojnë do vinë nga Haga, Europoli e këto, transkriptet e para të Matrixit. Po, Matrixi. Ku ky personazhi këtu dhe disa të tjerë e kam pranuar përpara që kemi komunikuar me Matrix. Po, e kemi përdorur. Por nëse gjatë kësaj kohe ne i kemi dënuar këta njerëz në këtë proces, dhe na del që nga Matrixi nuk janë këto të dhëna dhe prova, por janë të tjerë ato që kanë çuar në këtë vrasje në atë vrasje, se do jetë një stafet përgjimesh që do na dali më vonë. Prandaj prokuroria dhe gjykata do të jetë shumë e kujdesshme, se po doli nesër në Matrix, do t'ju kërkosh falje, do t'i nxjerrësh nga burgu, do rishikosh të gjitha vendimet, do marrësh një peshë shumë të madhe dhe përgjegjësi. Prandaj them që ky njeri nuk më bind dot. Nuk po them të presim Matrixin. Po them që ato që do të provat që do jenë solide. Po fakti që prokurorët kanë bërë një tjetër të penduar, do të thotë që ky nuk është. Dhe pastaj një i penduar i drejtësisë. E para nuk kërcënon sallë gjyqit. Sepse ngjan edhe çik si arrogant që unë jam me këta dhe bëj ç'të dua me ju. Jo. Ja që do jetohet. E dyta, ky ende është i dyshuar për eksplozivin e Elbasanit. Jo tani është një ngjarje kur është vrarë një i pafajshëm aty. Ngjarja e Elbasanit me eksploziv, me ato 2 motrat aty. Po pra janë disa gjëra që edhe prokuroria ka kosto të madhe që e mban në ato kushte që e mban aty. Për duke i dhënë aksesin e nevojshëm. Me ty thot njerëzve në sallë gjyqit do ju ha hallvën, do ju vras, do ju bëj. Jo, dhe kjo ja. Fakt ka pas një avokatja ka bërë një kallëzim. Se këto i faturohen SPAK-ut penal për hetimin e Nurettin Tumanit në lidhje me këtë kërcënim mjetër brenda Po nesër nëse i ndodh diçka larg qoftë një avokate ose një tjetër dëshmitar, ç'a ndodh pastaj se një u vra aty. I pafajshëm. Por nëse nga fjalët e këtij kanosja e tij na ndodh një ngjarje e rëndë, çfarë bëhet me këtë?